Bashkimi Evropian do të aplikojë një strategji të re për luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, krimit kibernetik, terrorizmit, në funksion të asaj që konsiderohet si rritja e sigurisë brenda bllokut. Por kjo strategji e re synon forcimin e tre strukturave: Europol, Eurojust dhe Frontex. Pavarësisht qëllimit të Komisionit Evropian për rritjen e sigurisë brenda bllokut, pra hapësirës së Bashkimit Evropian, strategjia e re pritet të ketë impakt në vendet kandidate për anëtarësim në Union, pra edhe Shqipërisë. Nëse i referohemi të dhënave zyrtare, tre agjencitë ligjzbatuese europiane që fuqizohen nga kjo strategji e re janë partnerët kryesor të SPAK-ut, Prokuroria Speciale në Shqipëri që ka si detyrë kryesore luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit apo veprave të lidhura me terrorizmin. Janë me 10 operacione që SPAK ka finalizuar me Europol dhe Eurojust, duke çuar në arrestimin e anëtarëve të organizatave kriminale dhe sekuestron e 10 miliona eurove pasuri të krimit. Nëse i referohemi raporteve zyrtare, pothuajse të gjitha organizatat e trafikut ndërkombëtar të drogës janë goditur nga SPAK në bashkëpunim me Europol dhe Eurojust. Këto operacione janë drejtuar nga skuadrat e përbashkëta, ku pjesë kanë qenë edhe prokurorë të SPAK, ndërsa koordinimet mes vendeve pjesëmarrëse janë kryer pikërisht nga Europol dhe Eurojust. Nisur nga strategjia e re e Komisionit Evropian, të dy agjencitë ligjzbatuese, përfshirë edhe Frontex, që kryesisht asiston dhe ndihmon në rritjen e sigurisë kufitare, do të kenë më shumë mjete, burime njerëzore, fonde në dispozicion për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Kjo do të thotë se çdo fuqizim i partnerëve të SPAK i shërben edhe këtij të fundit, që duket se direkt dhe indirekt po merr suportin maksimal nga BE dhe SBA. Po çfarë synon strategjia e re e Komisionit Evropian? Për të përmirësuar luftën kundër krimit të organizuar, Komisioni Evropian ka propozuar forcimin e rolit të Europol, Agjencisë së Koordinimit Policor të BE-s, duke dyfishuar stafin dhe duke zgjeruar kompetencat e tij. Synimi është transformimi i Europol në një agjenci policore plotësisht funksionale, e aftë për të luftuar në mënyrë më efektive kërcënimet ndërkufitare nga krimi i organizuar te krimi kibernetik dhe terrorizmi. Çdo ditë dëgjojmë se kriminalët janë një hap përpara. Kjo mund të ndryshojë vetëm nëse u japim agjencive tona të zbatimit të ligjit mjetet për të vepruar, tha Komisioneri Evropian Magnus Brunner, duke paraqitur Protect You, një strategji europiane e sigurisë brendshme që synon të mbështesë shtetet anëtare dhe të forcojë aftësinë e BE-s për të siguruar sigurinë e qytetarëve të saj. Me mbi 1400 punonjës, Europol ka kontribuar në operacione të shumta të suksesshme, duke çmontuar rrjetet e trafikantëve të qenieve njerëzore dhe hakerëve. Megjithatë, Brukseli beson se forcimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të garantuar siguri më të madhe brenda Bashkimit Evropian. Ne do të propozojmë ta bëjmë Europol një forcë shtytëse për sigurinë europiane, duke dyfishuar stafin e tij, duke forcuar mandatin dhe duke përmirësuar efektivitetin e tij, tha Brunner. Strategjia e Komisionit synon gjithashtu të përmirësojë aksesin e policisë në të dhëna, gjë që është thelbësore për hetimet në epokën digjitale. Agjencitë e zbatimit të ligjit nuk kanë ende mjetet që u nevojiten për të adresuar sfidat e digitalizimit, theksoi Hena Virkunen, presidente për sigurinë. Megjithatë, Brukseli premton të sigurojë një ekuilibër midis mbrojtjes së privatësisë dhe aksesit legjitim në të dhëna nga autoritetet. Më shumë fuqi edhe për Frontex. Përveç forcimit të Europol, plani i Komisionit përfshin forcimin e Agjencisë së Kontrollit Kufitar Frontex dhe reformimin e Eurojust, organit bashkëpunimit gjyqësor të BE-s. Gjithashtu do të miratohen masa të reja për të mbrojtur infrastrukturën kritike, si fizike ashtu edhe digjitale, dhe do të zhvillohet një strategji për të luftuar në mënyrë më efektive trafikimin e armëve të zjarrit dhe pastrimin e parave. Propozimi i Komisionit, i cili do të duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare, përfshin gjithashtu një plan veprimi për mbrojtjen e të miturve dhe luftimin e krimit pedofil, si dhe një strategji për të luftuar trafikun e armëve dhe pastrimin e parave. Synimi sipas Brukselit është të forcojë sigurinë e brendshme të BE-s përballë kërcënimeve gjithnjë më komplekse dhe të globalizuara. Strategjia Protect You. Strategjia Protect You, sipas Komisionit, synon të promovojë një ndryshim kulturor në sigurinë e brendshme, me një qasje që përfshin të gjithë shoqërinë, pra qytetarët, bizneset, studiuesit dhe shoqërinë civile. Aspektet e sigurisë do të integrohen në zhvillimin e nismave të reja dhe një kuadër i ri i qeverisjes së sigurisë së brendshme europiane do të mbështesë zbatimin e strategjisë. Presidentja Ursula von der Leyen thekson se siguria është një nga parakushtet kryesore për shoqëritë e hapura dhe dinamike dhe një ekonomi të lullëzuar. Kjo është arsyeja pse ne po ndërmarrim një iniciativë të madhe për të trajtuar më mirë kërcënimet e sigurisë si terrorizmi, krimi organizuar, krimi kibernetik në rritje dhe sulmet kundër infrastrukturës son kritike. Ne do të forcojmë Europol dhe do të ofrojmë zbatimin e ligjit për të luftuar krimin, por edhe mjetet kërkimore për qytetarët gjithashtu kontribuojnë për siguri më të madhe për të gjithë, shprehet ajo.